Si e? Jemi te Murialdo sot. Po. Ti edhe arbitër apo jo? Po. Kombëtar, ndërkombëtar? Këtu te rajonit, rajonale. Po. Atëherë sot jemi si vullnetar. Po. Apo jo? Çfarë bën një vullnetar në këtë aktivitet massiv? Në këtë aktivitet, për shembull, un kam përgjegjësinë që jam dhe lider i grupit 5-6, kam dhe përgjegjësinë e materialeve. Merrem me sistemimin, rregullimin dhe me bërjen gati të materialeve për çdo grup. Sa veta ka ky grupi? Si fëmijë, relativisht janë të 40 veta, por që mund të ketë mungesa për shkak se janë me pushime, mund të ftohen. Kjo që janë goxha. Atë çfarë aktiviteti kryejnë këta? Këta janë disa tema të saktuara mbi të cilat dedikohet kampit, ku sot kemi të bëjmë me temën e familjes, me temën e mjedisit, edhe merren me punime, vizatojnë, nxjerrin një produkt që bën mirë për kampin dhe që jep një mesazh, ndonë se janë të vegjël. Dhe pastaj me pjesën e lojrave, me kreativitetin që ne kemi në animator, sa për t'i kënaqur shik. Sa veta punoni me këta fëmijë? Me këta fëmijë të grupi jemi 7 animatorë. Se gjithsej mund të jenë 20-30 animatorë. Sa e vështirë është do na tregosh këto gjëra brenda mundësire, që të punosh si animator. Të merresh vesh me gjithë animatorët. Për mua ka të bëjë më shumë grup mosha. Sepse un kam 4 vite si animator dhe vitin e parë isha te grup mosha 9-11. 2 vite tek 7-8, kurse grupi më i vështirë si 10 është 5-6, ku unë ndodhem aktualisht. Ke të bësh me fëmijë që qajnë sepse duan mamin, ose me këto gricjet e vogla, zëngat e vogla. Ne zgjemi njëri tjetrin. Po që ja dalin, të hymë pak në ato botën e fëmijëve dhe të përshtatemi me ta. Tash disiplinën si e edukoni këtu? Unë kam atë të time që disiplinuar, po? E para e disiplinuar, por e dyta unë dua që në çdo lojë, domethënë rreshti të jetë i drejtë. E para, e dyta mundojmë të jem sa më tolerant, të flas atë gjuhën e fëmijëve që ata të më duan, mos të mërziten. Po është një marrëdhënie që ndërtohet, po. Sepse në qoftë se ti vërtet edhe ai të kthehet, shikon me inat, mërzitet, nuk të afrohet, edhe nuk përfshihet. Nëse ti flet pastaj me atë gjuhën fëminore të atij edhe ai hapet, domethënë, edhe flet. Çfarë i pëlqen më shumë këtyre fëmijëve? Më shumë i pëlqen pishina. Pishina? Po. Edhe ujë? Edhe ujë, sidomos pishina, pastaj me lojrat e tjera ata nuk përfshihen fare, vetëm me pishina. Po tek lojrat, çfarë lojra fusin zakonisht? Mund të ketë lojra popullore, ka stafeta, ka disa lojra që mund të shikojmë edhe nga interneti, ose ka dhe fantazira që ne të përshtasim lojën me moshën e fëmijëve dhe me kënaqësinë e tyre, duke parë karakterin e tyre. Po këndojnë, himnin e flamurit. Po. Janë një grup shumë i mirë, kanë defekte të tyre, sepse janë të vegjël normalisht, por që të paktën arrin që të dëgjojnë. Të falenderoj, të uroj sukses. Shumë faleminderit.